Zoti Zhlima, kryeministri Edi Rama ka mbajtur një takim me drejtuesit politik të qarqeve ditën e sotme, pra takimi i tretë radhazi në këto ditë, ku është diskutuar për përcaktimin e listës së kandidatëve për deputet, por që ende nuk është vendosur asgjë, teksa në kryesinë që do të mbahet, në mbledhjen e kryesisë që do të mbahet më 12 mars, pritet që të vendosen edhe listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste që do të shkojë drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit. Si mendoni, çfarë emrash do të përfshin në këtë listë Edi Rama, dhe a do të kemi emra dinjitoz apo si gjithmonë mund të kemi edhe element të botës së krimit? Së pari duhet kemi parasysh se zoti Rama procedurat e tij që ndjek të mbledh Këshillin e Ministrave, të mbledh drejtuesit politik, të mbledh kryesinë, është thjesht figurative, sepse zoti Rama këtu e 1 muaj e gjys i ka njerëzit që do të vendosin në lista, i ka kontrolluar vet, i ka filtruar vet dhe madje do të kemi surprizë, se surprizat do të jenë qartazi kukullat e tij, njerëzit të cilët do të jenë në drejtimin e tij dhe ai do të jetë i qetë që të jetë kryetari i Partisë Socialiste në mënyrë absolute. Procedurat që ai ndjek për të bërë përzgjedhjen dhe për të thënë që unë kam gjetur këta individ tek platforma deputet që duam, kjo është thjesht një fasad që të tregoj tek aplikantët që shikoni, unë nuk ju në vlerësova, por e vërteta është që unë zgjedh dhe unë jam ai i cili do të përzgjedh çdo kandidat të mundshëm për zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu mos harrojmë faktin që disa nga kandidatët do të jenë 100% deputet për arsye të listës së mbyllur dhe të përqindjes që Partia Socialiste ka, që si është një parti e parë në rastin konkret, po referohemi të 2021 të zgjedhjeve. Nuk e dim çfarë do ndodhë në zgjedhjet 2025-s, por e sigurt të jetë partia e dytë, përsëri lista e sigurt do të bëhet deputet patjetër, sepse janë 46 deputet të sigurt. Duke referuar gjithmonë surprizave ose më mirë të analizës aspektit kriminal apo të procedimit penal që mund të ketë ndaj tyre të kandidatëve të cilët janë në listat e Partisë Socialiste, ajo çfarë unë përshikoj që zoti Rama mund të bëjë një gabim dhe do të jetë përsëri gabim i pafalshëm, do të vendosi shumë drejtorë të cilët do të kenë sapet me drejtësinë. Do marrë drejtorë të cilët do të jenë në listën e mbyllur, do t'i bëjë deputet, të cilët pas një kohe të caktuar do t'i hapen disa dosje. Është një gabim i mundshëm që mund të ndodhi, por mbetet për të parë lista përfundimtare që do vendosë zoti Rama me datën 12 mars. Jo kryesia, jo Këshilli i Ministrave, jo Asambleja e Partisë Socialiste, Edi Rama ka firmën dhe vullën e tij dhe ai mban përgjegjësinë personale për çdo lloj personi që ka vendosur në listat e sigurta, ashtu siç kanë qenë edhe në 2021-shin, por mos harrojmë një fakt. Zoti Rama nuk shkon për mandatin e 4. Zoti Rama shkon për mandatin e 2. Sepse 2013-2017 ka qenë në koalicion me Ilir Metën, 2017-2021 ka qenë i vetëm dhe tani do të shikojmë në mandatin e 2, se unë kështu e them, të 2-in ka, se vetë Partia Socialiste, a do të ketë ai mundësinë të vazhdoj një betejë kaq të madhe që mos të ketë asnjë plagosje apo vrasje politike brenda partisë tij, dhe mos të harrojmë faktin Erion Veliaj, sepse është një, do të thosha, një tragjedi e brendshme Partisë Socialiste, pavarësisht a na pëlqen apo jo, fuqia e Erion Velis në Tiranë është e dukshme. Për të mbetur pikërisht tek objektivat që kërkon të arrijë vetë kryeministri Edi Rama, por edhe Partia Socialiste në këtë aspekt, vetë Rama ka deklaruar në një replik që ka pasur me një nga komentuesit në rubrikën e tij Sy për Sy, se në 11 maj ai do të marrë 1 milion vota. Tani,
Sa objektive është një deklaratë e tillë apo kryeministri Edi Rama është duke ndorruar ca si tepër? Mendoj se zoti Rama ka parasysh Tufinën dhe Sharrën, pra duke marrë të dy këto parcela të mëdha që kemi, bashkarisht edhe me militantë të Partisë Socialiste, pse jo mos të marrë 1 milion, se normalisht shumica e popullsisë tonë ndodhet në Sharrë dhe Tufinë, nuk është ndonjë gjë e pamundur. Pra një manipulim i mundshëm. Mund edhe të ndodhi. Në Shqipëri jemi, normalisht që zoti Rama mund të ketë shpresa të mëdha. Edhe sikur të ndodhi, përsëri do jemi në një fakt të rënd kriminal dhe do thoja elektoral që nuk i falet Partisë Demokratike që mbylli listat duke penguar garën. Në rast se do ndodhi kjo, Partia Demokratike do të thotë që duhet të shikojmë dhe të hetojmë pse mori Partia Socialiste 1 milion. Por unë mbaj rezervat e mia që në datën 11 maj as Tufina, as Sharra, po as Tufinat e tjera nuk mendoj se do zgjohen për të shkuar, pra për të bërë një ringjallje, sepse ne kemi parë rilindjen. Nuk e di mbase zoti Rama beson tek ringjallja, pra katolikët dhe ortodoksët besojnë te ringjallja. Dhe nuk e di mbase zoti Rama i ka tashuar vetes tij një hapësirë fetare te katolikët dhe te ortodoksët, mos gaboj që në 2025 festojmë bashk, dhe mbase mendon që Sharra dhe Tufina do të ngrehen dhe do të shkojnë të votojnë, edhe të marrë Partia Socialiste pas gjithë këtyre skandaleve 1 milion votues. Le ta shikojmë, sepse çdo gjë është e mundur në këtë vend. Çdo gjë kemi parë që t'jenë vjedhur, t'jenë masakruar, t'jenë ngrabitur dhe në fund fare këta individ janë ende në pushtet. Në një replik tjetër me një nga komentuesit e tij, i cili theksonte se në 12 vite nuk ka bërë pothuajse asgjë, as rrugë, as shkolla, as spitale, kryeministri është përgjigjur se në këto 12 vite i ka hequr namin e zi që ka pasur Shqipëria. Kur shikoni këtë lloj përplasje të kryeministrit me ndjekësit e tij dhe qytetarë të tjerë të ndryshëm, cila është gjëja e parë që ju shkon në mendje? Së pari, a janë qytetarë të thjesht apo janë militantë që vendosin emrin e tyre dhe kryeministri jep përgjigje të stisura të vetat, ato që mendon ai që të përcjelli mesazhin e tij kundrejt çdo qytetari shqiptar, por edhe faktorët ndërkombëtar. Se mos harrojmë faktin që unë nuk jam kurrë dakord, por për shkak se lajmet e tregojnë, dihet që lajmet britanike flasin për një, do thoja, prezencë të shtuar të qytetarët shqiptar, të cilët janë të paraburgosur dhe të burgosur për krime të rënda. Italia, një vend tjetër, ka një listë shumë të madhe të paraburgosur, por edhe të burgosur shqiptar. Vendet e tjera të cilat, siç është edhe Gjermania, ka edhe ajo shumë njerëz që janë shqiptar, pra të burgosur dhe të paraburgosur për vepra të rënda penale. Gjithashtu dhe Belgjika, po ashtu edhe ajo ka një rekord të lartë me shqiptar të kësaj natyre. Tani nuk e di se si kryeministri i vendit thotë që pastroi ose pastron Shqipërinë me rrugë pa rrugë. Kjo është një gjë e cila për mendimin tim nuk ka një perceptim të qartë. Ai mund të thotë që unë jam i qartë me atë çfarë unë citoj, që populli të kuptoj atë çfarë unë dua të kuptoj, por jo, nuk është ajo që kryeministri Rama thot, sepse situata është shumë ndryshe dhe nuk është ashtu siç Rama e mendon. Rama mendon që spitali Nën Tereza plotson gjithë kushtet, por Rama nuk e di që ne si qytetar nuk shkojmë tek spitali Nën Tereza për arsye se aty nuk ekziston ato që Rama mendon në trurin e tij. Prandaj ne shkojmë përballemi jo vetëm në spitale private, por përballemi edhe shkojmë jashtë shtetit, Itali, Greqi, Francë, Gjermani, për të shpëtuar jetën tonë. Ndërsa Rama ka ende mendjen e tij sikur ai i ka bërë të gjitha mirë në këtë vend dhe asgjë nuk është keq.